Ju përshëndes zonja dhe zotëri, njoftoj të na ndiqni, jemi në minutat e të ftuarit, e kemi zhvendosur vëmendjen sërish pas një muaji në Maqedoninë e Veriut, janë studentë shqiptar të Shkupit, por edhe nga Kosova dhe Shqipëria dhe viste të tjera shqiptare që mblidhen sërish në Shkup për të protestuar për gjuhën shqipe, e cila në fakt e gëzon statusin zyrtar me ligjin në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por sërish studentët e kërkojnë zbatimin e gjuhës shqipe, jo vetëm si çështje e zbatueshmërisë së ligjit, pra si një drejtë e tyre kushtetuese, por natyrisht parë edhe nga konteksti i dinjitetit njerëzor edhe historik. Më lejoni të prezantoj të ftuarin me cilin do të diskutojmë këtë dhe çështje të tjera në lidhje direkte Xhafer Sadiku, studiues i historisë, por edhe jurist. Sadiku, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sadiku, ju mendova juve për këtë bisedë sepse jeni një studiues shumë serioz i historisë, po jo vetëm edhe jurist, kështu që gërshetohen të dyja çështjet, po do doja ta nisja nga konteksti historik. Pse gjuhë e pakicës dhe jo gjuhë kombëtare shqipja në Maqedoninë e Veriut, sipas jush? Po, faleminderit edhe një herë për ftesën. Çështja qëndron sepse që kur është bërë marrëveshja e Ohrit, dhe më pas është përcaktuar një shifër, një përqindje, 20% gjuhë, pasi është s'do të hyj tani se cila është marrëveshja, se dihet. Të trajtosh kështu shtetin ose një pjesë të popullit të shtetit. Do të thotë që shteti në vetvete e ke kthyer në një korporat, në një kompani biznesi, nga të cilët 20% të beneficeve ose detyrime i ka një rapal, një pjesë e popullsisë, dhe 80% i ka pjesa tjetër që thot jam shumicë. Ky është një koncept tërësisht i gabuar, s'ka të bëj fare me të drejtat, s'ka të bëj fare me lirit, dhe s'ka të bëj fare as me konceptin e shtetit. Shteti është një personalitet politik që mbron të drejtat e qytetarëve, që i garanton ato, dhe që vepron sipas parimit të drejta të barabarta të gjithëve, privilegjet veçanta asnjërit. Atëherë, që këtej buron padrejtësia. Në fundit në dëm të atij shteti vet dhe pastaj të qytetarëve të tij, përkatësi shqiptarëve në rastin konkret. Atëherë më bët pyetje dhe po tani po përgjigjem për pyetjen tuaj, që është në kontekstin historik. Saktësisht historik, por jo vetëm, por edhe aktual. Konceptet për shtetin janë kur ndahen kufit dhe kur përcaktojnë kufit, vendosen në dy parime, ose po themi janë dy rregulla. E para, përcaktohet shteti sipas territorit dhe sipas së popullsisë. Në rastin e Maqedonisë Veriut, popullsia shqiptare jeton në trojët e tyre dhe në këtë mënyrë është element shtetformues
i Maqedonisë Veriut. Ndryshe ndodh me popullsitë ku ndodhen enklava, ose ku ndodhen emigrantë. Ata mund të qenë minoritete, po nuk janë shtetëformues. Pra në rastin konkret, popullsia shqiptare e Maqedonisë jeton në trojet e veta etnike, ka historinë e vet, ka kulturën e vet, ka gjuhën e vet, dhe bashkë me përbërësit e popullsinë tjetër të Maqedonisë Veriut, krijojnë shtetin Maqedonës. Shtetin e Maqedonisë Veriut, për të qenë saktë. Atëre, kushtetuta që rregullon marrëdhënien midis individit dhe shtetit, midis institucioneve dhe qytetarit, midis popullsisë dhe pushtetit, përcaktojnë qartë se kush janë të drejtat dhe kush janë detyrimet. Atëherë, një nga të drejtat më themelore dhe bazike është e drejta e arsimit në gjuhën anëtare. Në këtë kuadër, edhe shqiptarët shtetas të Maqedonisë gëzojnë të drejtën e arsimit në gjuhën anëtare në të gjitha nivelet e sistemit arsimor të atij shteti. Dhe nuk është çështja 20% që 10% apo 30%, por është çështje themelore e të drejtave të njeriut dhe ekzistencës së vetë shtetit, sepse nuk mund të ekzistojë një shtet ku një pjesë të jetë sovrane, sunduese, dhe pjesa tjetër të jetë shërbëtore dhe e sunduar. Ky është koncepti im dhe koncepti së drejtës, jo koncepti im, për këto çështje në rastin konkret, për çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë dhe arsimit shqip në shqiptarët e Maqedonisë. Zoti Sadiku, meqense e përmendët edhe pak më parë marrëveshjen e Ohrit 2001, ai zgjidhi kërkesat e studentëve për gjuhën shqipe apo thjesht i zhvendosi në negociata dhe për të bërë edhe kronologjinë pastaj trashëgimia dhe rezultati sa i takon kësaj çështjeje. Ligji për përdorimin e gjuhëve 2018 në praktik çfarë ndryshoi nga jeta e studentit? Po, unë mendoj se nuk i ka zgjidhur sepse janë çështje që kanë dalë jashtë dalin. Mbas shumë vitesh dalin përsëri në skenë. Pse? Sepse ata që i kanë përfaqësuar shqiptarët në Maqedoni, në shtetin Maqedon, në shtetin e Maqedonisë Veriut, për të qenë saktë, vërtet mund të kenë pasur merita lufte, merita të tjera. Por në këto çështje të arsimit duhet jo vetëm jurist, po jurist të nivelit lartë dhe jo vetëm luftëtar, po duhet shkencëtar të gjuhës shqipe. Kjo është arsyeja, mendoj unë, që shqiptarët në Republikën e Maqedonisë Veriut nuk janë përfaqësuar në nivelet e duhura, që do t'u bënte nder atyre vetë, dhe që nuk do të lejonte të nëpërkëmbej kultura dhe arsimi shqip. Sepse është tjetër gjë të jesh në fushën e luftës, në luftë aty ku luftohet me armë. Dhe është tjetër gjë të luftosh në fushën në tavolinë, në fushën e arsimit dhe dijes, në fushën e librit dhe në fushën
dhe në fushën e dijes. Për fat keq, unë e kam konstatuar nga studimet e mia që ne si shqiptarë në përgjithësi vuajmë shumë në këtë drejtim. Se nuk njohim historinë tonë të vërtet. Përpjekjet e bëra për të arritur deri këtu dhe projektet për të shkuar më tej në të ardhmen. Kjo për fat keq vrehet edhe tek produkti jon intelektual që poshton analfabetizmin funksional. Ky është produkti dhe këtu jemi tani. Zoti Sadiku, meqense përmendët shkencëtar të gjuhës shqipe, një koment për Tiranën zyrtare, sa i takon qoftë Akademisë së Shkencave në Shqipëri, çfarë roli ka luajtur, a duhet të thoshte edhe ajo fjalën e saj, po qoftë edhe fakultetet, universitetet, departamentet e gjuhësisë, apo juridikut, apo historisë, dhe pse kanë munguar, ose kanë qenë të vakët, anemike, le të themi, thirrjet e institucioneve tona arsimore. E dim që sot mund të ketë shumë student shqiptar që i bashkëngjiten protestës në Shkup, por thirrjet, zërat zyrtar kanë munguar. Po, sepse politika shqiptare në të gjitha hapësirat, po themi, në të hapësirë shqiptare, vuan shumë nga thelësia e mendimit tyre, qoftë për arsimin. Në Shqipëri, në tekstet shkollore, punohet akoma në fushën e historisë me tezat e shkollës sovjetike dhe të shkollës bullgare të vitit 1958-1964. Historia e Shqipërisë është shkruar mbi bazën e atyre tezave dhe klasa intelektuale shqiptare, elita shqiptare e kohës së para 90-s nuk ofron asgjë në këtë drejtim. Përveç fakti që kanë shumë doktoratura, por kanë pak projekt cilësor. Sadiku, jam kurioze të di, brezi i sotëm, studentët shqiptar në Shkup, a e njohin veten si trashëgimtar të protestave të mëhershme për këtë çështje, apo është një histori e largët për ta sipas jush? Jo, unë mendoj se historia e arsimit në gjuhën shqipe nuk është e njohur. Është e njohur dhe por nuk është e mbyllur si çështje. Ne na duhet shumë harmonizimi i së drejtave me legjislacionin. Sepse e thash për herët që nuk mbështetet, nuk harmonizohet dhe nuk mbrohet me legjislacionin përkatës. Ose vërtet është në legjislacion, por nuk funksionon në administrat, ose për shkaqe të ndryshme. Sepse, nëse e drejta, po ekziston. Atëre burokracia shtetërore ka për detyrë ta implementojë atë në institucione. Për shembull, nëpërmjet teksteve, nëpërmjet programeve.
dhe nëpërmjet implementimit në shkollat, në funksionimin të shkollave. Atëherë, nëse kjo nuk është e harmonizuar, lidhin këto probleme që edhe sikur të doj vullneti i palës që pretendon se shumicë, atëherë mangësitë lindin për shkak të institucioneve, siç tham për programet, për tekstet, për stafin. Ky është, mendoj unë, që duhet parë. Zoti Sadiku, nëse flasim për faktorin politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, i shikoni më shumë si balancues, janë aty për dekor, i shikoni në një moment dobësie, është strategjia e tyre, a e kanë vendosur sa duhet vetën e tyre reale në qeveri për këtë çështje dhe të tjera që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve atje, apo janë vetëm për legjitimitet ndërkombëtar? Si e gjykoni performancën, të paktën vitin e fundit? Performancën, po, është pyetje shumë e saktë. Dhe shumë që të bën të mendosh. Përse, për shembull, sepse shqiptarët në përgjithësi thonë dakord për çdo gjë që vjen nga faktori ndërkombëtar. Çdo propozim. Unë thash dhe një herë, nuk mund të ketë përqindje në të drejtat. Klasa politike e shqiptarëve në Maqedoni, dhe jo vetëm, duhet ta shikoj sepse të drejtat e shqiptarëve, të drejtat e qytetarëve, nuk janë me përqindje, s'maten me përqindje. Janë ose zbatohen ose nuk zbatohen. Pra e drejta e arsimit shqip nuk është me përqindje. Ekziston ose jo. Zbatohet ose jo. Ju më pyetët për klasën politike shqiptare. Atëherë duhet sqaruar këtë gjë. A njohin ata të drejtat, se cilët janë të drejtat? A janë njerëz të lexuar? A lexojnë? Sa nga ata janë juristë? Jo juristë të procedurës, po juristë të teorive juridike, të drejtave. Nuk është, këto çështje nuk janë thjesht çështje burokratike. Janë çështje së drejtave fondamentale. Sepse ju më thatë pak më parë se në fushën e historisë. Në vitin 1910-1911, në shkollën në Stamboll, në një shkollën e administratës, që përgatiste administrator për shtetin Osman, mësimi dhe provimi jepe në 3 gjuhë kryesore, në 3-4 gjuhë kryesore. Në shkollën e lartë në Stamboll. Studentët shqiptarë në Stamboll, në atë shkollë, bën një letër, i drejton një letër Ministrisë Arsimit të Perandorisë, dhe Ministria e Arsimit e Perandorisë e futi gjuhën shqipe si gjuhë në shkollën e lartë, krahas atyre 3-4 gjuhëve të popujve më të mëdhenj se popullit shqiptar. A din këtë fakt zyrtarët shqiptarë të Maqedonisë? A din këtë zyrtarët e shqiptarët të Shqipërisë? Sadiku, besoj se nuk e di një pjesë e madhe e parlamentarëve shqiptarë në Shqipëri, Maqedon. Po, nuk e din. Po, nuk e din.
Se po ta Prandaj kam dini do ta kishte thënë një herë. Prandaj solla në këtë përgjigje për pyetjen tuaj. Po mirë, janë balancues apo thjesht për dekor? Janë mbaso i kanë kompetencat, por mund të mos kenë njohurit që të kundërshtojnë. Se nuk është çështje përqindjesh, është çështje të drejtash. Qartë. Ose do të jemi të barabartë, ose nuk ka pse ekzistojmë aty kot. Atëherë do largohemi nga dheu. A do të kishte ndryshuar statusi i gjuhës shqipe vetëm me presionin e brendshëm dhe kjo vlen natyrisht jo vetëm për të shkuarën në kontekstin historik, por edhe sot. Pra pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, vetëm me presionin e brendshëm, mund të ndryshojë diçka në këtë situatë? Po, unë mendoj se faktori ndërkombëtar po të dëshironte dhe po të kishte vullnet të mirë i zgjidhte. Se nuk ka si problem për çështje të tilla. Po me sa duket, atyre nuk u intereson kjo drejtë e shqiptarëve dhe i lë çështjet varë. Po, mbas është një qëndrim, një pikpamje jo shumë e saktë. Jo shumë e saktë që timja të studius. Por, me që më pyetët jam, duhet ta them që në qoftë se nuk qëndron kjo që them, duhet të sqarohen populli shqiptar, do të sqarohet. Zoti Sadiku, po sa i takon Tiranës zyrtare nuk po pyes për Prishtinën se ka hallet elektorale tani, si i ke parë të përfshihen në këtë çështje? Pash pak më parë që ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut kishte bërë një postim në rrjetet sociale, shoqëruar edhe me vargje nga poema Gjua Shtype e Gjergj Fishtës. A mjafton vetëm reagimi i ambasadorit ton atje? Po nuk është çështje e postimeve në Facebook, se ashtu ne kemi botuar libra. Problemi qëndron sepse duhet zgjidhur çështjet të cilat janë evidentuar. Pra, është një çështje që duhet zgjidhur. Dhe kush mund ta zgjidhë këtë më shumë se sa politikanët ose shtetarët shqiptarë ose dhe të Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim. Me Tiranën zyrtare dhe me Prishtinën zyrtare, pse jo. Atëherë çfarë vlere ka nëse ne nuk i zgjidhim çështjet që janë të evidentuara? Kjo është e thjesht si problem. Po ashtu është e thjesht dhe si zgjidhje. Nëse mungon vullneti, kjo mungon për efekte, për shkaqe politike dhe për shkaqe që s'ka të bëjnë me arsimin. Por ka një gjë që duhet ta themi. Po. Tua themi dhe të tjerëve, jo vetëm vetes tonë, por tua themi dhe të tjerëve, që diversiteti, që në fushën e arsimit, nuk e rrezikon integritetin e shtetit. Qoftë Maqedonisë së Veriut. Përkundrazi, e forcon atë, sepse shtetasit e atij shteti ndihen të barabartë, ndihen të vlerësuar, dhe kur ndihen të tillë, shteti është më i fortë dhe shoqëria më e emancipuar dhe më humane.
Kjo është si çështje. Sadiku, dhe një pyetje të fundit, të lutem, po jo më pak e rëndësishme nga çfarë diskutuam deri tani. Studentët shqiptar, pse i shohim sikur ju ka vdekur nervi i reagimit? Ka mjaft çështje të rëndësishme për të diskutuar, reaguar, protestuar edhe në Shqipëri, po nuk i shohim të bëzajnë fare. Po, sepse mendoj se shqiptarët nuk përfaqësohen denjësisht në institucionet për cilat ata votojnë. Dhe duke mos u përfaqësuar, i tërë mundi dhe sakrifica dhe dija e tyre nuk vihet në jetë. Dhe janë kjo është një zhgënjyse për studentët, po zhgënjyse edhe për njerëzit, për popullin, për shqiptarët. Sepse ne na mungon një elitë e vërtet, kulturore, që të mos tundë vetëm tituj doktor profesor, por të tundin, as ka nevojë të tundin veprat. Por veprat e tyre të përthithen nga populli, që studentët dhe të jenë vetë ata që t'i kërkojnë. Dhe jo të shkojnë ne te universitetet, vinë ata vetë të kërkojnë. Të kërkojnë në librari, të kërkojnë në biblioteka, të kërkojnë dhe në katedra tek e fundit, sepse po që se frekuenton bibliotekat, do e mos që katedrën, nuk të ka ty katedra në inventar, por e këti katedrën në posedim, sepse imponohesh. Xhafer Sadiku, ju falenderoj shumë për bisedën. Falenderit juve, suksese. Faleminderit. Ja, pra, kjo ishte biseda që zhvilluam me studiuesin e historisë, një nga studiuesit më serioz, unë e thash edhe në fillim të bisedës, por edhe me profesion jurist dhe gërshetuar të dyja me njëra tjetrën, besoj se kemi zhvilluar një bisedë të dobishme për secilin ju na ndoqët, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju përshëndesim.